Fadil Alan, 49 vjeçari i cili dyshohet se vrau me thik vajzën e tij, 24 vjeçaren Rajna Alan, është arrestuar në Liban. Në një lajmërim për mediat, policia e shtetit thotë se arrestimi i 49 vjeçarit u bë pas komunikimit të vazhdueshëm me autoritetet e Libanit. Fadil Alan u kap në Beirut, ndërkohë që pritet të kryen procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Ndaj tij gjykata e Tiranës ka dhënë masën arrest në burg për akuzën vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Fadil dhe Rajna Alan hynë në Shqipëri në 19 shkurt të 2025 nga aeroporti i Rinasit, duke mos u prezantuar si babebi, por si çift. Ato kaluan doganën e aeroportit me letra greke. Më pas ato shkuan në një apartament që kishin rezervuar nëpërmjet Airbnb në rrugën Gjon Muzaka, pranë rrugës së Kavajës, për të shmangur identifikimin e tyre nga pronarët e banesës. Ata nuk kanë dhënë mjetet e tyre të identifikimit. Pikërisht në datën 27 shkurt, disa ditë më pas, pronarët e banesës kanë trokitur në derë, por nuk është përgjigjur askush. Duke pasur dyshime se çfarë ka ndodhur, ata lajmëruan policinë, e cila gjeti të vdekur 24 vjeçaren. Pas punës hetimore dhe kthyrjes së pamjeve të kamerave të sigurisë, u bë e mundur identifikimi i tyre, por pas komunikimit me autoritetet gjermane ku ata jetonin, u mësua se ata nuk ishin një çift, por babebi. Policia ka dyshime se 49 vjeçari e ka sjellë në Shqipëri vajzën e tij për ta vrarë, por motivi është ende i paqartë. Ai u largua nga vendi jon po nga Rinasi, duke shkuar në Athinë dhe më pas në Holand për të përfunduar në Liban ku arrestua. Nga letër porosit nga Gjermania është mësuar se Rajna Alan ka bërë një denoncim në janar të 2024 për babain dhe nënën e saj. Në këtë denoncim ajo pretendonte se ata ushtronin dhunë fizike dhe psikologjike për shkak të jetës së saj, e cila sipas prindërve nuk përputhej me rregullat e fesë islame. Gjithashtu dhe nëna e saj kishte bërë një denoncim ku pretendonte se vajza ishte kërcënuar nga disa persona nëpërmjet një video intime. Tashmë pritet ekstradimi i 49 vjeçarit Fadil Alan në Shqipëri për të kuptuar mbi motivet e vërteta të kësaj ngjarje të rëndë.